Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Thea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Thea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. E vërteta që nuk ta tregon, pra nuk mundet ta thot, në të vërtetë, pra çfarë të vërtetë e fsheh ai brenda vetes së tij që nuk mundet ta thot dot. Dhe këtë do ta zbuloj në anën e tarotëve. Pra e vërteta që ai mban brenda dhe nuk mundet ta thotë, e ka të vështirë dhe ta thotë. Është një person inteligjent që ka dhe intuit, por është i vetmuar. Është si midis dy botëve, botës tënde dhe botës tjetër. Vuan shpirtërisht të distancë, të largësi, e vuan shumë, është i dashuruar shumë me ju, por nuk ka thot. Pra këtë pjesën e brendshme të shpirtit të tij, nuk ka thot. Sepse tek ky person ka gjetur ekuilibrin e munguar prej kohës. Dhe vendos brenda botës së tij të t'i shpreh të gjitha ndjenjat dhe atë pasurinë e brendshme që ka ai për ty. Shumë shpejt ai vjen tek teje me këtë lajm të mirë, duke u larguar dhe pak nga situata e tij toksike. Pra, është një situatë vështirë në botën e tij dhe do që këtë situatë vështirë ta largoj duke ardhur drejt jush, duke mbyllur këtë kapitull të vjetër të jetës së tij dhe duke ardhur tek ju për t'ju shprehur ato gjëra që ai ka brenda vetes së tij, atë dashuri dhe atë pasion të madh që ka për ty, sepse ti për të je ylli i tij polar, që i ndriçon jetën e tij. Pra, je perspektiva e shkëlqyer e të ardhmes së tij. Me kë rezonon kjo histori? Me kë shenjë të horoskopit rezonon? Me Sygjetarin, me Denin, me Akrepin, me Binjakët, me Gaforen, Vricjapin, Dashin, Ligjëreshën dhe Ujorin. Kurse me Gërmat mund të rezonoj, është energji e përgjithshme, mund të rezonoj me gërmën Y, N, T, U, Q, K, M, K, E, H, G, I, Sh, S dhe gërmën L. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like dhe një zemër të vogël poshtë videos.